Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar e në veçanti urimi më i bukur është për fëmijët në këtë 1 qershor. Uroj që të jenë të lumtur, që përreth tyre të jenë njerëz që i mbështesin në ditët e sotme, por që rrehin në të ardhmen e tyre. Uroj që të drejtat e tyre të jenë të legjimituara në çdo ditë me të gjithë ata që kanë të drejtë të gëzojnë fëmijët. Prandaj unë sot në studio jam së bashku me fëmijë. Ata vinë me titullin fitues të kampionateve pranverore të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, por pra pas tyre ka shok, miq, shoqe, ka ecuri të mrekullueshme në fushën e sportit, në fushën artistike, në fushën e interesave të shumta, të cilat të zhvillohen në këtë qendër kulturore të fëmijëve, siç është ajo i qytetit tonë. Unë sot i kam ftuar me shumë kënaqësi nxënësit e shkollës 9 vjeçare Zemra e Krishtit, të cilët fituan kupën e këtyre kampionateve, por natyrisht nuk mund të ndohet ky takim pa ata që i mbështeten, organizatorët, pa mësuesin e tyre. Prandaj sot bisedën do ta filloj pikërisht aty ku organizohen këto kampionate pranverore, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Edhe sot bisedën do ta fillojmë me përgjegjësin e sporteve në këtë qendër kulturore, Herion Faslia. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe shumë kënaqësi që ju kam sot në studio. Bashkë me këto fëmijë do vi dhe mësues Hansi, që i drejton dhe ka përgatitur këtë skuadër fituese, por së bashku do të dëshja të dija mbi këtë punë që Qendra Kulturore e Fëmijëve ka organizuar me të gjitha shkollat. Gjitha këto aktivitete, jo vetëm kampionate pranverore, por gjitha aktivitetet sportive janë pjesë e planit vjetor të Qendrës Kulturore, zhvillohen ndër vite dhe është një punë shumë e madhe nga mësuesat që t'i përgatisin këto fëmijë në disiplina ndryshme, sepse secila prej disiplinave ka veçoritë e veta. Dhe kush arrin ta fitoj çmimin si shkolla më e mirë tregon që me tamam është bërë një punë shumë serioze dhe sistematike. Kështu që gjej rastin edhe ti uroj mësues Hansin edhe nxënësat e shkollës për fitoren e këtij trofeji. Është entuziazëm të cilën ata e kanë provuar, por gjithsesi organizimi ka qenë hap pas hapi me një objektiv shumë të drejtë që ka fillimi i shkollës, po sidomos kur fillon viti kalendarik fillojnë të ndizen dritat e garave, apo jo? Me fillimin e vitit kalendarik kena më shumë aktivitete se sa me fazën nga tetori deri në dhjetor. Por sipas sistemit që kena ndërtu, sistemin e pikëzimit, për me zjarë shkollë më të mirë, edhe aktivitetet që janë zhvilluar përpara, më falni, kanë rëndësinë e vet. Janë garat e vrapimit që zhvillohen në këtë fazë, para se me nis fillimi i vitit. Pastaj kena kampionatin e shahut dhe ping-pongut, pastaj basketbol për meshkuj dhe femna, volejbol për meshkuj dhe femna, mini futbolli dhe në fund gara me patina. Është një punë shumë e gjatë që realisht e kuptojmë sa intensive ka qenë, ndërkohë që i përmendim tash këtu në studio një fjali të vetme, por është punë intensive. E vërtet, besoj se të gjitha shkollat ju janë përgjegjur, natyrisht është një punë, po e them kapilare deri në çdo klasë për me zgjedh elementin, për me kriju skuadrën ose për me gjetë ata që vërtet mund ta përfaqësojnë shkollën. Realisht ka shumë shkolla që veprojnë në këtë mënyrë, pra duke qenë ndjeni të planeve të Qendrës Kulturore, më përpara e dinë se çfarë garash dhe çfarë aktivitetesh po afrojnë dhe fillon përgatitja e nxënësve shumë më herët në mënyrë që secila prej shkollave të sjellin realisht më të mirë. Pra, numri i fëmijëve të përfshim në aktivitetet e Qendrës Kulturore është shumë më i madh se sa i numri që ne shohim në fund në evente.
Kjo do të thotë se tashmë në qendrën kulturore të fëmijëve kjo praktik po ndiqet në të gjithë sektorët, ashtu siç bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë fillon nga klasa, nga shkolla, në faza të ndryshme në qendrën kulturore. Kjo praktik ndiqet edhe për sportet, ashtu si dhe për artet e tjera. Dhe kjo ka dhënë edhe rezultat për me gjetë elementa, apo jo? Sa më shumë filtrim që të ketë, aq më e thjesht bëhet për me gjetë elementet më cilësor. Dhe normalisht shkolla me të gjithmonë e para, ku mësuesat specialist evidentojnë talentet e fëmijëve në fushat ndryshme. Pastaj ne i aktivizojmë sipas sektoreve që kena të qendra kulturore dhe kështu ka është një fazë e dytë filtrimit. Dhe në fund duke folë për sportin, një pjesë e këtyre fëmijëve mundin me kanë krejt thjesht pjesë e ekipeve sportive të qytetit. Është natyrisht në interesin edhe të trajnerëve të këtyre specialiteteve që të përthithin element më cilësor për t'i afruar me sportin. Absolutisht, sepse puna paraprake është bë dhe pastaj mbetet vetëm evidentimi që një sy specialistit në rastin e trajnerëve përkatësën fushat ndryshme në disiplinat ndryshme e kanë shumë të thjesht për me i tërheq. Sa gjë e bukur. Kjo është frymëzim. Si e mendoni për interesin që kanë ngjallur pikërisht këto veprimtari tek fëmijët, por edhe tek familjet, prindërit, sa të interesuar janë ata që t'i motivojnë me sportin, sepse sporti është investim në trupin dhe në mendjen e çdo fëmijë. Fëmijët janë gjithmonë në kërkim të aktiviteteve argëtuese, por unë do t'i nepsha rëndësi shumë të veçantë mësuesave, sepse qasja e mësuesave bën që kjo përpjekje të merret seriozisht edhe nga prindi, sepse kur prindi shef një mësues që po përpiqet, që po lodhet, po punon, edhe prindi e vlerëson më shumë atë përpjekje dhe tenton ta bëjnë fëmin pjesë të këtyre aktiviteteve. Prandaj realisht edhe fëmijët, edhe prindit janë shumë të rëndësishëm, por mësuesat janë ajo hallka e mesme që i shtyjnë për me dhënë më tepër. Është shumë e bukur. Cilat ishin shkollat që u evidentuan në këtë ecuri? Shkollat më të mira, domethënë vendi i parë i takon shkollë Zemra e Krishtit. Kena pas edhe shkolla të tjera, shkolla Ismail Qemali, shkolla Xheladin Fishta, shkolla Marif, që kanë dalë goxha mirë te kampionati dhe te pikëzimi përfundimtar. Është diçka shumë interesante kur përmendni pikëzimin, që do të thotë asnjë hap nuk rri pa u vlerësuar, apo jo? Po, që nga fillimi ne kena ndërtuar një sistem pikëzimit për sportet individuale dhe sportet ekipore, dhe në këtë mënyrë mas çdo aktiviteti që ne zhvillojmë, mas çdo kampionati, ne bëjmë rikonfigurimin e renditjes deri në renditjen finale. Natyrisht duke qenë në krye të këtij organizimi, keni ndonjë përshtypje krejt veçantë nga këto kampionate? Diçka që do ta kujtoni me një mbresë të pashlyeshme? Realisht çaveri, sepse është kampionati i dytë që organizoj, por kam kanë edhe pjesë më përpara kampionateve pranverore në rolin e gjyqtarit, vullnetarit. Veri që ka disiplinë, nga ana e fëmijëve, po edhe mësuesave, dhe për këtë deshta të shpreh një vlerësim shumë të madh për gjyqtarët që pak përmenden, por që janë garantues të cilësisë së aktivitetit. Masi ne kena bërë organizimin, ato janë në fushë që do ta njekin neshin, dhe kjo ka bërë që mos kena probleme, çdo gjë të shkojnë mirë, fëmijët të argëtohen, mos kena asnjë farë sikletit përveç argëtimit. Gjë mrekullueshme. Një mesazh i përmbledhur për ata që po na ndjekin, edhe me qenë se është një qershore dhe qendra kulturore e fëmijëve sot kulmon edhe aktivitetin më të madh artistik të vitit, siç është festivali mbar kombëtar i 64-ti. Sot Qendra kulturore e fëmijëve Kujti Malia është e mobilizuar, por natyrisht këto ecuri kanë rëndësinë e vet. Mesazhi që do t'i jepsha fëmijëve është që mos dorëzohen, t'i japin gjithmonë maksimumin. Sot mund t'jenë duke luajt një sport caktuar, nesër mund të mos jenë pjesë e sportit, po mësimet që zjarrin nga sporti i shërbejnë për gjithë jetën. Në sport mëson disiplinën, mëson rregullin, mëson të jetosh me dështimin dhe çohesh prapë nesërmen ta tentosh përsëri dhe
për mendimin tim këto vlen më shumë se sa një lojë sporti. Besoj se këto fëmijë janë ende më të frymëzuar pikërisht nga këto mesazhe. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë për organizimin, për mbarvajtjen, për gjithë përfshirjen, për këtë ecuri e cila tenton të rrokë një masë gjithë një më të madhe fëmijësh, edhe për atë frymëzim që e gjeni dhe e përcjellni nga njëri fëmijë tek tjetri, nga njëra veprimtari tek tjetra. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj vetëm mbarsinë e ecurinë tuaj, një respekt i veçantë për qendrën kulturore të fëmijëve. Ndërkohë ne kalojmë në insert të regjia sepse presim që pasi kemi falenderuar përgjegjësinë e sportit në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia, zotin Herion Faslia, presin mësuesin e shkollës 9 vjeçare Zemra e Krishtit. Ai është mësues Hansi, i emëruesi i përbashkët i frymëzimit i aktiviteteve i këtyre fëmijëve, të cilët kanë fituar këtë kupën e kampionateve pranverore. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Urima. Ju falenderoj shumë, jam shumë krenar, shumë i lumtur për arritjet që nxënësat e mi kanë arritur në këtë vit akademik 2025-2026 në kampionatet pranverore për çështjes kulturore fëmijëve Kujtim Alia. Atëherë le të përshëndetemi dhe le të prezantohemi me secilën. Po? Unë jam Ambra Gjysha dhe kam fituar kampionatin e shahut. Bravo. Unë jam Anabel Çoba, kam marrë pjesë në shumë kampionate ku kam dalë triumfuese në kampionatin e ping-pongut dhe në atë të basketbollit. Bravo. Unë jam Amanda Kulla dhe jam kapitene e volejbollit. Kapitene. Po? Unë jam Modelja Proj dhe jam kapitenja e basketbollit. Kapitenja e basketbollit. Vazhdojmë. Unë jam Mona Xhenisha dhe kam fituar në patina. Bravo. Unë jam Klara Alisi dhe kam marrë pjesë në volejboll. Bravo. Unë jam Francesca Muxha dhe kam marrë pjesë në basketboll dhe kam marrë vend të dytë në patina. Bravo, urime. Mund ngriheni në këmbë ju kampionët e tjerë, po? Unë jam Kulim Belaj edhe jam kapiteni i basketbollit. Kapiteni i basketbollit Kevin Belaj, po? Unë jam Gjorgja Ndreze dhe kam marrë pjesë në kampionatin e basketbollit. Urime Gjorgja. Unë jam Kevin Kije dhe jam fituesi i kampionatit të atletikës. Urime Kevin, çfarë skuadre keni ngritur. Kjo është gjerdani më i bukur i shkollës suaj, megjithëse jeni fitues edhe tek çmimi i parë në bilbilat për korin tuaj. Po, është vërtet. Mësues Paskali. Ju edhe këndoni edhe jeni sportist apo vetëm me sportin? Me sportin, si keni frymëzuar mësues Hansi? Thënë drejtën, është një punë e vështirë për sa i përket bamjes së skuadrës, pra e formimit të një grupit, sepse secili prej fëmijëve ka një karakter të ndryshëm prej tjetrit, dhe puna më e vështirë është në përzgjedhjen e elementit aty në 5 basketbollistave ose 6 volejbollistëve që munden mu bë pjesë e skuadrës. Është një punë mund të them 2-3 vjeçare me këto nxënës, ku ja kena arrit këtë vit që të fitojmë edhe vendin e parë si shkolla më e mirë Shkodër për sa i përket sporteve. Është ndryshe për sa i përket sporteve individuale, sepse ato talentin, domethënë e tyne spikasin që në momentin e parë që kam marrë pjesë me Ambrën dhe kena mundu me bëhet të lojnat e para në sportin e shahut, e ka shfaqur talentin e vet, ashtu si edhe Anabeli që qysh në klasë 2, klasë 3 ka marrë pjesë në kampionatet e ping-pongut të qendra kulturore dhe këto 4 vitet që është pjesë edhe vllaznisë së Shkodrës në ping-pong, e ka përfaqësuar vendin shumë mirë, por edhe shkollën ku ka arrit 4 vjet rresht fitoi kampionatin e ping-pongut. Kur e kam pyet Amrën, po ti më Amra, sepse në shkollë nuk bani me stadion, nuk është në kurrikulën e lëndës edukimit fizik. Tani Komiteti Olimpik po e implementon si projekt shahu në shkolla dhe ping-pongu në shkolla. Është një projekt që unë kam luajtur me mësues
Hansin. Dhe kjo është, besoj se është diçka shumë e bukur për përgatitjen, për frymëzimin, për mbështetjen, apo jo? Në çfarë klase jeti, Amra? Jam klasë 3. Në klasë 3. Dhe sa i gëzu kur je shpall fituesja e shahut? Kur jam shpall fituese e shahut, jam gëzu shumë, kam pas shumë emocione, kur shkova në klasë, më kanë uru dhe u gëzova shumë dhe kam falenderu. Bravo. Po mirë, ke pas ndonjë moment të vështirë apo i kalove me lehtësi ndeshjet? Kam pas momente vështira, po i kalova me lehtësi. Bravo. Kujt ja dedikon pikrisht këtë ecuni tame? Unë falenderoj më shumë mësuesin, baben, Axhen edhe kushinën që kena luajt bashkë. Gjë shumë e bukur të zbulosh pikrisht ku qëndron talenti dhe ku fle ëndra, apo jo? Po, është e vërtet, pra siç e thash edhe më përpara, këto nxënësa që kanë talentin dhe e kanë të dallueshëm, të evidentueshëm, është kënaqësi kur punon, luan me to, stërvitesh me to, sepse kërkon gjithmonë më të mirën te nxënësi. Po, me sa shoh, ju keni një ambicie për të ngjallur shpirtin e garës tek nxënësit, nëse nuk gaboj. Po, është e vërtet, edhe gjatë praktikave që kena arrit në shkollë ose edhe jashtë shkollet me ndeshjet miqësore, kena bërë shumë miqësore në shkollë, shumë miqësore jashtë shkollet. Shumë miqësore. Po, është e vërtet. Ku nxënësat më kanë dhënë një feedback shumë të mirë mrapa dhe unë jam shumë i kënaqur për feedbackun që kam marrë pas. Ja tani të flasim me volejbollin, emri është Amanda. Amanda, ti përfaqëson skuadrën. Pastaj janë edhe 4 të tjera, 5 të tjera. Jeni 5. Po ndoshta keni edhe në stol, apo jo? Rezerv, lojtar në rezerv. Kështu që si keni punu ju për që të fitoni kampionatin në volejboll? Si fillim normal sportiv volejbollit është në grup, kështu që provja është mënu që me na marrë në orë lira me punu me ne, edhe normal edhe unë jam mënu me punu me vazhdet e ekipit. Bravo, stërvitje gjithmonë. Po stërvitje, pa punë nuk arrin rezultatet. Sa kërkues jeni, sa kërkues është mësuesi për ju? Po, normal që dush me kanë kërkues shumë që me marrë edhe punën mbrapsht. Keni pas takime interesante me gjatë këtyre kampionateve, përveç takimeve miqësore, sepse takimet miqësore janë ndeshje të plota me seriozitet, por që nuk kanë pikë, përkundrazi vetëm se shohim nivelin. Po këto të kampionatit? Po, normal që kanë lërna shumë forta, sepse ne shefoni ka kanë me Marifin, ku kena hu, por ka kanë një lërë shumë e fort që kena dhanë maksimumin ton, edhe besoj jo vetëm unë, por edhe vëzët të tjera të ekipit. Jo më kotë i kam lënë vend tani mbajtëses së trofeut që është Anabel. Anabel Çoba është një nxënëse në klasën 9. Urime që kemi mbërritur në klasën e 9, po ndoshta pak keqardhje për shkollën, sepse i ke përfaqësuar gjithmonë shumë mirë në sport, në aktivitete të tjera. Vërtet je kampione ping-pong dhe pjesëmarrëse në shumë skuadra, prandaj e ke ngritur këtë trofe shumë e gëzuar, apo jo? Po, ka qenë një emocion shumë i madh për me ngrit kupën si shkolla më e mirë, sepse kena punu fort edhe kena përkushtuar shumë. Fëmijët, shokët e mi kanë qenë shumë bashkëpunues, mësuesit kanë qenë shumë shtetës, edhe besoj që fryma e ekipit ka qenë gjë më e rëndësishme që na ka shuar edhe në arritjen e fitimit të kupës. Tash du me dhënë fjalën atij atleti i cili qëndron në bazën e sporteve, siç është atletika. E ky është Kevin Kiri. Kevin Kiri, si e ndjer ti gjatë garave të atletikës dhe çfarë garësh ke realizuar dhe je vlerësuar? Unë gjatë garës jam ndjerë emocionuar normalisht, sepse edhe kandidues për gare ka pas shumë, por që
ja kalova mirë. Çfarë garash ke realizu? Në vrapim apo edhe në Në disiplinë? vrapim edhe në voleibol kam kontribu si lojtar. Edhe në basketbol. Kaq. Gora Kevinit faktikisht ka një gorë 100 metrash sprint. Është një gorë që ka bejagi, pra do një fije pak zemër, dhe Kevin la zemrën për më arrit vendin e parë, ku konkurrenta kishte 2-3 atlet që janë pjesë e vllaznisë. Arriti në vendin e parë, unë si mësues jam përpjek gjithmonë me motivu, me shtyp për te limite, jo vetëm Kevin, por gjithë, duke i thonë që mundena me arrit, mundena me dalë të partë dhe me profesionalizëm ja doli një pari. Kam një pyetje për gjithë. Sa e rëndësishme është që mësuesi juaj, i cili gjatë gjithë kohës mund të ketë qenë edhe kritik gjatë stërvitjeve, t'ju jap zemër në nisje, në vazhdim e deri në përfundim të garës, duke ju nxitur me fjalët më nxitse, më emocionuese. Po. Ha? Si ka thënë? E fiton. Bravo, ec, shumë mirë. Apo jo? Unë them që më kanë shumë të vlefshme, edhe kritikat, po edhe ky entuziazmi që profja na ka dhënë, sepse na ka ndihmu me vazhdu më përpara edhe me dalë sa më mirë. Qëndroni mbi kokë të çdo nxënësit që ka Munduhem në gjitha sportet me qëndru mrapa, me këshilla, nganjëherë çaj dhe zonin, sepse duhet që të marr atë 100% të secili prej tyne. Si që thonë edhe vajzat kanë neshet e vështira, sidomos të pjesa e voleybollit, ku në pik na pa mujt marifi për vajzat dhe shkolla austriake për djemt, dhe mund kishim kanë 2 finale në festivalin e sporteve, cili u myll pra në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Po gjithsesi jeni aty tek më të mirët, apo ja. Dhe kjo do të thotë që voleybolli është për ju një frymëzim, një kënaqësi, apo ja. Më thuaj Colin Belaj, po? Ti je basketbollist. Kapiteni. Si ndihesh si kapiteni i skuadrës së shkollës? Nuk është edhe se njëm plotësisht i kënaqur, se nuk kena pas fitore. Të marrë parasysh se kena pas munges lojtarëve, por gjithashtu gjatë neshjeve jam një emocionum, se kam pasur me kontroll skuadrën. Po mirë, kjo e curi, prej sa kohësh ju keni rritur këtu me punë që nga klasat e mëhershme, apo është vetëm rezultati i këtij viti? Jo, me punë. Me punë. Është një stërvitje e përjapshme. Është një stërvitje intensive, disa prej tyne djemve dhe vajzave që janë të në studio kanë kalu dhe në ekipet zinxhir. Për shembull Kolini është ekipi HTL Shkodra. Gjithashtu është edhe Odelia dhe Gjorgja që merren me basketbollin, pra kapitenja e basketbollit edhe Gjorgja është ajo vajza gjatë aty në fund, të cilat bojnë nesër mas nesër do jenë pjesë, besoj edhe pse jo edhe vllaznisë shkollës. Ja, çfarë momenti keni përjetuar në këtë video? Ju kujtohet? Është një brohoritje për fitoren, apo ja? Odelia? Në çfarë garash ke marrë pjesë? Kam marrë pjesë në garat e voleybollit dhe basketbollit. Në të dyja. A nuk ishte pak sfiduese në të dy lojrat me dorë të jesh pjesëmarrëse? Ishte shumë pak, kanë kënë lojna shumë të vështira dhe të arritura me mund normal. Me mund. Po mirë, çfarë frymëzimit ka dhënë ty pjesëmarrja në këto kampionate? Ta ndjekësh sportin apo sportin ta kesh pjesë tënde kudo që të jesh? Më ka dhënë, domethënë me vazhdu sportin normal, mos më dërzoj asnjëherë dhe vetëm me vazhdu përpara. Bravo. Kemi pjesëmarrëse në cilën garë? Basketbol. Basketbol. Emri yt edhe një herë? Odelia. Odelia, ti je Odelia? Gjorgja. Po, keni emrat bukur, nuk arrita t'i mësoj tamam duke i bashkuar
ftyrën me emrin, po gjithsesi ju përgëzoj. Atëherë çfarë momenti të veçantë ke përjetuar gjatë këtyre kampionateve, Odelia? Kam kënë lojna shumë emocionuese, sidomos finalja me Marifin që ka kënë lojë shumë afërt, po kemi fituar garën. Bravo, të lumt. Kemi disa vajza që kanë marrë pjesë në patina, në aktivitetet tjera, mund të më thoni, prezantohen edhe një herë në çfarë? Po, Klaras. Në çfarë gare ke marrë pjesë? Në volejboll dhe basketboll. Në të dyja, edhe ti si Georgia, besoj se puna në skuadër ka një vlerë shumë të madhe, apo jo? Si mendon ti, çfarë gjaja të bukur ju ka dhënë pikërisht ky bashkëpunim me shokët, me shoqet, me mësuesin, me fushën e sportit, po? Na mundu me bashkëpunu të gjithë, përderisa morë me çmimin e parë në basketboll. Kemi punu shumë farë dhe mësuesi na ka inspiru për a marrë çmimin e parë me mume që ka baje. Po mirë, ju vetë jeni stërvit me intensitet? Si ka ardhur kjo fitore, sepse të fitosh vendin e parë nuk është e lehtë. Nuk ta dhuron njeri, do ta fitosh vetë apo ja? Punë intensive. Po mirë, ndërkohë mësimet kanë lënë një anë dhe jeni marrë me sportin apo të dyja? Të dyja njëkohësisht. Të dyja njëkohësisht. Le të kalojmë tek Francesca Mllugja. Në çfarë gare ke marrë pjesë ti, Francesca? Kam marrë pjesë në basketboll, volejboll dhe patina. Në të tre? Më sustanci? Është vërtet, ka nxënësa, djemë dhe vajza që i rozin, ka 2-3 sporte, që mund të jenë sporte individuale dhe sporte kolektive, është një diçka shumë e veçantë për mu arritjet e këtyre fëmijëve, të cilët i përgëzoj, nga i pari tek i fundit. Është emocion. Ja të shohim se në çfarë gare ka marrë pjesë vajza këtu? Në mëna që njërë shumë kam fitu. Ana? Kam marrë pjesë në patina. Po shumë bukur. Po si mësove patina ti? Apo tanë fëmijët vinë me patina? Nuk dinë të tanë. Apo jo? Se ka rregull e loja. Apo jo, më sustancë. Është vërtet, të dish patinat dën një fije pak ekuilibër, dën stërvitje, dën përkushtim. Ana e vendit parë dhe Francesca e vendit dytë ishin shumë monel se sa pjesa tjetër e gjithë vajzave, por gjithashtu edhe djemve, gjatë cirkuitit të patinave, vajzat dolen mirë, Francesca pati një rrëzim, por aty me kohë të dyja kanë arrit një rezultat të mirë. Këtu je ti, Ana? Kjo është Francesca. Po, e cila është duke bërë një cirkuit kredi thjesht, kurse ajo vajza tjetër është. Se sfiduese është gara me patina, Ana? Gara është shumë e vështirë në punën me dhe Franceskës. Mund të ngrihesh në kamp, sepse dukesh më mirë, po? Po? Pra, ju keni konkuru nërmjet midis njëra tjetrës për vendin e parë dhe dytë. Kështu që ka qenë një rivalitet, apo jo, Francesca? Ngrihu dhe ti në kamp, dhe çfarë do t'i thoni njëra tjetrës tashti që gara ka përfundu? S'kam që me i thonë veç suksese, se e ka bërë gërën mirë. Ka kënë edhe shpejt ma mirë se edhe vitin e kalu. Bravo. Faktikisht vetëm 30% i ka ndo vendin e parë me vendin e dytë nga njëra tjetra. 1 minutë e 1 sekond e 13 është 12 është Ana, 1 minutë 1 sekond e 43 është Francesca. Qarë kalkulimesh morë. Kurse koha më mirë e djemve është 1.9, pra janë 8 sekunda po është djemve se i thojnë si kohë, ku djemë të janë më të avasht, vajzat janë i fije pak më shpeta. Konkurencën prap të dyja do të kenë vitin që vjen me njëra tjetërën, ajo do i lehet pjesës cirkuitit. Tashti besoj se ju e keni një betim brenda vetes që të jepni më të mirën ende dhe mos ta lini, vin pushimet, ju patina do t'i keni kështu afër jush apo jo? Çfarë ndjesie ju jep marrja me sport? Ana.
Ora në sport ka ndërmësi lirie dhe sporti është pjesë e time. E jetës tane. Merresh edhe me sporte të tjera apo Vetëm patina. Vetëm patina. Bravo. Shumë bukur. Shumë bukur. Zustanci, ju keni ardhur me këto fëmijë që kanë mbush studion sot, po për të tyre keni disa fish më shumë, apo jo? Është e vërtet, janë thujse gati 150 fëmijë që kanë marrë pjesë në kampionatet në shkolla juaj kulturore, po. Zemra Krishti. 24-25 janë vajzat e voleybollit, i cili është numri më i madh. Ku kena mundu me alternu dhe me zëvendësu vajzat që mund t'ikun vitin tjetër. E jashtë dhanë mundësia në neshjet e leta me lujt gjashës 2 ose gjashës 3, por gjashja parë gjithmonë ka kanë baza në sport. Neshjet kanë normal atletat në fillim, ku më forta ka kanë neshja me Marifin, e cila është mbyll vetëm me një set diferencë, pra me pikë minimale afër. Edhe gjithashtu edhe basketbolli me Marifin, kisha me thonë për vajza ka kanë bajagi sfiduse, ku rezultati i kohës të rregull ka kanë 9-9 dhe në fund kena arrit me fitu 15-4 në shtesë. Duhet i falenderoj gjithë fëmijët prej nga më e vogla deri te më të rrituni që janë klasë 9, për punën, për sakrificën që kanë bërë, për kushtimin. E vërej që nuk harroni as 1/100 e sekondës në arritjet e tyre. Kaq sekonda, kaq të qintat. Të duket sikur janë stampuar në memorien tuaj, edhe në sikur keni një protokoll të hapur. Ndoshta dhe ju i shkruani për me shkruar historinë e sportit në shkollën tuaj, por në radhë të parë i shkruani në kujtesën tuaj. I memorizoj, i filmoj, i fotografoj në mënyrë që fëmijët ta kenë si kujtim secili prej tyre çdo kampionat që marr pjesë, por duke filluar te shahu, te atletika, te ping-pongu, te voleybolli, djem vajza, te basketbolli. Thuaj se secili prej tyre ka një arkiv në vete, pra si video, si fotografike, dhe secilit prej tyre mund pastaj ja përcjellin mësuesave kujdestar në. Po kjo është një gjë e mrekullueshme, sepse jep dorë një frymëzim, jep dorë një besim. Si mendoni, ku qëndron ajo çelësi juaj i suksesit, ajo forca juaj, të cilët i keni vendosur në prizën e aktivitetit të gjithë këto fëmijë? Të mbëdhejten kur i merr një nga një dhe punon me to, i spjegon nxënësave atë që duhet me bë dhe atë që nuk duhet me bë, i tregon pikat e forta, pikat e dobta, aty ku mund sfigasin më tepër, në çfarë do lloj sportit, voleyboll, basketboll, sporte individuale, i këshillon në gjanat që duhet me bë dhe gjanat që s'duhet me bë, dhe kur fëmia të jep mbrapa feedbackun, pra rezultatin pozitiv, është një kënaqësi shumë e madhe pastaj për të punu, për të stërvit të angohen me këto fëmijë. E kanë thënë re, kur në sportet individuale kanë ardhur këtu fituesit, ju keni sjell deri te dera e studios, keni ardhur, i keni prit për të përcjell prapë në shkollë, një vëmendje që natyrisht çdo prind ndjehet i sigurt për ecurin, për atë aktivitet që realizon dhe për vlerën dhe dobinë e tyre. Besoj se kjo është rezultati një bashkëpunimi mes shkollës, mbështetjes që ju jep shkolla, besoj edhe kushtet në kushtet që ju keni, por edhe bashkëpunimi mes prindërve. Bashkëpunimi midis prindërve, bashkëpunimi midis stafit, sepse në kohën kur unë kam punuar në palestër, stafi më simor më ka ulë nxënësat të ekipeve sportive, pra të voleybollit ose të basketbollit, sepse kanë kënë orare të ndryshme dhe unë kam punu poshtë në palestër, ndryshe prej individëve që kanë pas një orë të caktuar, atë orë kanë pas lirë dhe ja kam dediku krejt fëmijëve, kurse orët e tjera janë rezultati punës i falënderimeve të prindërve, të fëmijëve. Një duartërkitje e madhe. Është vërtet gjë e bukur. Ju keni të sotme dhe të nesërmen me vete të gjithë fëmijët, por kur një mësues
hap derën plot besim të palestrës, të klasës, të komunikimit me ju është një gjë e madhe. Apo jo, sepse këtë duhet për fëmijët, t'i japësh mundësi, kushte dhe t'i japësh të drejta. Këto fëmijë natyrisht kanë të drejtë të shprehin veten e tyre, por edhe të kultivohen ashtu siç ata e meritojnë dhe siç kanë prirje dhe talentin e tyre. Ju si vjetë fituan këtë kupë. Anabel ti finalizove 9-vjeçaren e kësaj shkolle duke mbajtur këtë kupë së bashku me shoqet dhe shokët tuaj. Por mësues Hanci është vërtet përgjegjësi ta mbash gjatë vendin ku mbrin, apo jo? Nuk e di se çfarë piketash ose çfarë mendimit keni, sepse ju siç e shoh çdo gjë e keni në memorje edhe në ecurin tuaj. Faktikisht trofet që kam fitu janë një gjë shumë e bukur, por kisha me thonë që gjoja më bukur janë këto fëmijë të cilët dalin me dinjitet, me dije dhe me krenari në Shkodër si fituesa të sporteve pranë shkollës Zemra e Krishtit. Është e vërtet që puna shpërblehet, në disa nxënës nuk do i kem ma vitin që vjen, që janë Anabeli, Amanda, Kevin edhe Kolini. Këto nxënësa do zëvendësohen, besoj, me ato që kena në shkollë. Nuk e di se si do shkojnë vitin që vjen, por unë kam një filozofi, atë që nuk kam fitu këtë vjet, kam dëshirë që ta fitoj vitin që vjen. Këtë vjet arrit me kupën e madhe, besoj që edhe vitin tjetër do e arrisim, por duhet punë. Punë nga nxënësit, punë nga unë, punë nga... Punë që fillon që nga dita e parë deri në ditën e fundit. Bravo. Urime. Krenerit. Është një pasuri që ju e keni me vete gjithmonë. Jo thjesht në një trup të shëndetshëm, por edhe në një mendje të shëndetshme. Ju falenderoj shumë që sot ishi në këtë një qershor me arritjet tuaja të një pune, me ngazëllimin që t'jep kupa e fitores, me ecurinë dhe emocionet që t'japin gjithë këto ndeshje, gjithë këto stërvitje dhe gjithë këto ndjesi të bukura për të mbërrit finishin tuaj. Dhe ju uroj hapa të mëtejshëm në gjithë këtë ecuri kaq të bukur. Mësues Hanci, një falenderim dhe një përshëndetje plot respekt për ecurinë tuaj. Falenderoj shumë për ftesën, i përgëzoj dhe uroj gjithë fëmijët me rastin e fesës së një qershorit, sa më shumë dije, sa më shumë suksese për to. Sa më shumë sport. Sa më shumë sport. Faleminderit.